Të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë për të analizuar procesin atë që pritet të ndodh pas numërimit të votave, nëse do të kemi një qeveri të re apo kriza do të vazhdojë. Por gjithashtu edhe raportet me aleatët. Të gjitha këto do t'i diskutojmë më së miri me zotin Avni Arifi, diplomat, ish ambasador dhe ish krye negociator në dialogun Kosovë-Serbi. Zoti Arifi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje gjithë Shqipërisë. Faleminderit ju. Zoti Arifi, çfarë prisi nga ky proces zgjedhor? Do të zgjedh një qeveri të re apo kriza do të vazhdojë? Është pyetje që kushtojnë $1 milion kjo. Ne kemi pas një periudhë shumë tronë në Kosovë, domethënë kriza që nga shkuti dhe praktikisht shtoja këtu edhe një 4-5 muaj përpara zgjedhjeve, ne kemi një krizë të thellë institucionale që i ka bërë domet të mëdha Kosovës. Tash, në sy të opinionit ekziston një fajsi për lëvizjen vetëvendosje, për bllokimin e institucioneve dhe kjo i shkaktuar lëvizjes vetëvendosje, sigurisht një rënje. Mirë po, lëvizja vetëvendosje ka zhvendosur fokusin dhe po përpiqet duke marrë parasysh se një numër i madh i diasporës rrin në Kosovë për festat e fundvitit, ka kaluar në një realitet hibrid. Faktikisht është duke u përpjekur që të krijoj në bindjet e tyre një situatë që nuk korrespondon me realitetin dhe kësaj nuk pres ndonjë ndryshim të madh në rezultatin nga ai i nëntëshkurtit. Po megjithatë, vijat e kuqe janë hequr për atë që mund ndodh nga janari e tutje. Nuk e di përbes, sepse është bukur vështirë. Kështu me lëvizje ju e dini, ne e njohim çka është politika dhe pushteti. Partitë opozitare gjithmonë, jo vetëm partitë opozitare, çdo parti synon pushtetin. Problemi nuk është vetëm fyrjet, sharjet që i ka vënë lëvizja vetëvendosje dhe kurti ndaj partive politike opozitare. Problemi është se partitë opozitare nuk besojnë në jetëgjatësinë e një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Kurti një gjë ka dëshmuar në karrierën e tij politike, se ai nuk e njeh institucionin e partnerit, nuk njeh partner. Këtë ka shtyuar në formën më të vrarë Lidhja Demokratike e Kosovës, cilës leshi ja morri kandidatën për kryeministër dhe ja bëri president, ja morri edhe 50% të votave. Domethënë një formë e partneritetit që askush nuk e dëshiron. As PDK, as LDK e as AAK, ndërsa të trija kanë nevojë që të kthehen pushtet, asnjëra nuk është duke uruar që të jenë partner të kurtit. Domethënë do të jetë bukur problematike forma se si do të procesohet matutje, nëse, po tham gjithçka, nëse lëvizja vetëvendosje mbërrin me ruajt përqindjen ekzistuese të votave. Por ju thatë asnjëra prej tyre nuk ka dëshirë që të jetë partnere e kurtit. Nëse ne do bazohemi te rezultati i 9 shkurtit, të gjitha partitë opozitare bashkë shkonin diku në mos gaboj 46%. Po të gjitha bashkë mund bëhen tani pas këtij procesi zgjedhor për një koalicion pas zgjedhor? Varet, janë shumë elemente këtu që janë përcaktuese. Varet edhe sa do të jetë diferenca mes lëvizjes vetëvendosje dhe partive opozitare. Gatishmëri është shumë e madhe gatishmëria nga 3 partitë të tjera që të krijojnë një qeveri sepse se sa të jenë partner të kurtit. Shito, kurti gjatë gjithë kohës e ka nda Kosovën në ne dhe ata. Nëse e sheh fushatën, edhe këtë, edhe secilën fushat, ai ju referohet partive politike në një formë apo tjetër që në lënd kupton se janë parti kriminale, banda, dhe që ai me asnjë kusht nuk bashkëpunon me ta. Domethënë, e gjithë frymën, kur nuk ka ndërtuar frymë bashkëpunimi apo partneriteti potencial. Prandaj, unë besoj se partitë opozitare preferojnë që të 3 partitë ish opozitare, që të 3 partitë preferojnë që të kenë një numër deputetëve domethënë më të madh dhe në ato situata ndoshta është shumë reale të pritet që opozita do të bëjë qeveri se sa kurti. Zotë Arifi, ju e njihni mjaft mirë procesin e dialogut. Në agjendën e këtyre partive tani që janë pjesë e zgjedhjeve, si mendojnë ata, si do të vazhdojë për 4 vitet e ardhshme? Partitë, spore ne duhet shohim marrëveshja e Ohrit
që po I referohen gjithë partnerët ndërkombëtar, me të vërtet kalon gjurmë shumë të këqija në procesin e dialogut, sepse pranimi I saj nga ana e Kurtit I ka shtu dy elemente që mund me vështirësu shumë implementimin e saj në teren. E para është sepse I kanë hek kufit faktikisht se deri ku ka mujt me shku asociacioni sipas vitit 2013 dhe tani quhet më shumë si vet menaxhim. Dhe e dyta që po besoj që do të jetë një problem në të ardhmen e Kosovës është se negociatorët në pikat 8 apo 9 e ndan secilën pikë të dialogut, secilin obligim, secilin marrëveshje nga marrëveshjet të tjera. Që nuk kupton se në rast se Kosova fillon implementimin, këtë rast e asaj që po kërkohet asociacionit komunave serbe, në ato situatash Serbia edhe nëse nuk implementon marrëveshjet që nuk janë favor të saj, Kosova nuk ka të drejtë që ta ndalë procesin e krijimit të asociacionit. Që kjo ka qenë një zhvendosje e madhe e pozicionit të Kosovës në dialog me Kosovën, në dialog me Serbinë dhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, e që në vitet 90 ka pas qenë e krijuar. Nëse ju kujtohet, për shembull, besoj se shumë nuk I kujtohet, por një prej pozicioneve më të mira që I ka pas marrë grupi I Unitetit në procesin e bisedimeve në Vjenë, ka qenë se ne ose pajtohemi për të gjitha, ose nuk pajtohemi për asgjë. Sepse në atë kohë kishte edhe ide që s'paret filloi me proces të decentralizimit dhe aspekte tjera me minoritetet, pastaj shohim me bojnë. Jo, pozicioni I Kosovës ka pas qenë o pajtohemi për të gjitha, o për asgjë. Kurse me marrëveshjen e Ohrit, Kurti e ka ndrru këto, ka thonë se secilën pikë duhet me implementu pavarësisht nga pika tjera. E përmendet është në tash edhe në aktin e autorizimit të aktit të sigurisë nacionale të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Prandaj edhe në moment që ju kontaktova këtë kisha parasysh njeriu më adap që mund të fliste për këtë jeni ju. Tani kalon procesi I normalizimit edhe nga Shtetet e Bashkuara, pra nga Washingtoni, jo nga Brukseli. Nëse ju kujtohet në procesin kur unë kam udhëhequr, atë kohë qeveria e Kosovës ka pas insistuar që procesit t'i prinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pozicioni I zotit Haradinaj, kryeministër në atë kohë, ka qenë se nuk ka progres në një proces që udhëheq Bashkimi Evropian, edhe në atë kohë ishte I tërgjatur e le më sot dhe ka pas kërkuar rol më të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tash Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë inkorporuar dhe paramendoje implementimi I marrëveshjeve tona paraqet interes strategjik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjë që nuk kupton se të gjithë mekanizmat shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshi Departamentin e Shtetit, Pentagonin, Agjencionet e Sigurisë, do të punojnë në drejtim të implementimit të këtyre marrëveshjeve. E kjo marrëveshja e parë që pritet, cilat do të qeveri që të vjen, ndash të gjithë Kurtin, ndash të vinë partitë opozitare, besoj që në javën e parë nëse jetë në 2 javët e para do të vizitohet nga Bashkimi Evropian dhe do I përfaqësuesi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe do të fillohet që të dhe do të kërkohet me ngulm që të fillojnë implementimin e marrëveshjeve të dialogut që në këtë rast duke u bazuar në pikën 5 të marrëveshjes së Ohrit fillon me asociacionin e komunave me shumicave. Nuk e shikoni larg atë që është shkruar edhe në dokument që në fund e gjitha kjo mbyllet pra me njohjen, por edhe Kosovën e NATO. Është jashtëzakonisht rëndësishme. Spori, keni të drejtë, harrova me thonë se është një dokument që I ka mbyll shumë kapituj të këqij të Kosovës. Edhe këtu janë bashkuar bashkë si republikanët dhe demokratët andej. Po kjo ka qenë më e bukur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën, sepse përkrahja gjithmonë ka qenë bipartizane. Domethënë, unë besoj se Kosova ka qenë mbase e vetmja temë ku edhe republikanët dhe demokratët nuk kanë pas kur mos pajtime. Janë pajtuar për procesin dhe kemi rritur dhe ky është ndoshta edhe qelsi I suksesit të miqësisë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe progresit që kemi arritur. Kosova I ka rrënjët më të forta në Kongresin, në Senat, edhe më të forta se në Shtëpinë e Bardhë. Pra është një ligj që doli nga atje, që I po imponohet Trumpit.
vazhdimisht ne kemi pasur që nga të dy partitë politike, njerëz republikanë si senator Dole, Tom Lantos, kanë lënë gjumë të jashtëzakonshme në historinë e popullit të Kosovës. Mirë, po në anën tjetër edhe tek demokratë është i Joe Biden që sapo ndroi jetë dhe shumë demokratë tjerë, Bill Clinton dhe të tjerë. Do të thonë që të dy partitë nuk ka pas kur politika amerikane kur nuk ka pas ndasi sa i përket Kosovës. Dhe kjo ka qenë një favor shumë i madh i joni. Tash janë disa parametra të aktit të sigurisë të dokumentit të Trumpit. S'ka shkëmbim territoresh, nuk ka ndarje të Kosovës. Kosova në NATO, që korrespondon edhe me sloganin e Haradinaj direkt në NATO, që pat në fushatën e kaluar dhe insistimi i tij që Kosova të jetë në NATO sa më shpejt që të është e mundur, dhe e përmendëm në fund, pra domethënë implementimi i gjitha marrëveshjeve në dialogun Kosovë-Serbi dhe që duhet të rezultojnë në njohje reciproke dhe që është përfundim formal i këtij procesi. Kjo është pak a shumë në përputhje të plotë me interesat nacionale, interesat kombëtare, jo vetëm shtetit Kosovës, por të popullit shqiptar në përgjithësi. Ne gjithmonë kemi uruar, kemi dëshiruar dhe kemi punuar që të kemi partneritet fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjeneratat e paraprake politike kanë arritur këtë. E kemi cenu tash me qeverisin Kurti, faktikisht ka pas veprime të njanshme dhe pak a shumë një lloj përbuzje ndaj përkrahjes amerikane nga shumë zyrtarë të ligjes dhe vendosjet, që konsiderojnë se respekt për Amerikën, por në vend sovran. Dhe tash jemi në një situatë të ri ku nuk ka paqartësi në politikën amerikane ndaj Kosovës. Tash e keqja në këtë tregim është se ajo që po kërkohet dhe që duket se topi është në terrenin tonë, nëse mund të shprehim kështu, është se Kosova është ajo nga e cila pritet që të filloj implementimin e marrëveshjes Ohrit. Edhe diçka të fundit kam, ndoshta mund duke e pabesueshme nëse do të thoj para një viti, por administrata Trump më duket po e godet më shumë Beogradin se sa Bideni. Gjithmonë republikanët i kanë pas më pak fjale, më shumë veprime. Mirë po nuk është lehtë të nxjerrëm një konkluzion të tillë, mirë po do të shohim rrethonat dhe kontekstet kohore dhe zhvillimet që kanë qenë. Joe Biden ka qenë një mik i vërtet i Kosovës. Dhe fatkeqësisht ai kaloi 4 vite president i Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Kosova nuk arriti që t'i krijojë mundësi që të na ndihmojë. Nuk duhet ne të kërkojmë, tjetër është që Trump nuk është marrë fare me Kosovën kur i ka marrë këto veprime, po i ka kthyer interesat strategjike të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por edhe ka kthyer sepse ato çka i ka kërku faktikisht Trump në dokumentin e tij janë e vetë një garancë për paqe dhe siguri në të Ballkanit dhe kishte të drejtë. Kurse ne me Joe Biden nuk besoj se do të vjen ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndonjë president që ka njoft më shumë historinë tonë, që njoft problemet që kanë ndodhur në Kosovë, të gjitha rrethonat sikur Joe Biden. Dhe ka pas ai djali i tij na ka vdekur në Kosovë, konsiderohet si rezultat i shërbimit të tij në Kosovë, domethënë ka pas një lidhshmëri të jashtëzakonshme. Të gjitha dyert për Kosovën kanë qenë të hapura për në shtëpinë e bardhë, por jashtë në atë kohë ne nuk kishim një diplomaci dhe një qeveri që ka mujt me shfrytzu në kuptim pozitiv po flas njohuritë e presidentit Biden me kriju proces dhe me përmbyll procesin, posaçërisht procesin e dialogut. Në bazë të informacioneve të mia, në atë kohë Biden kishte interes që të nditin dikon 2023 në shtator ta përmbyll procesin e negociatave Kosovë-Serbi dhe që të shkohej në njohje reciproke, por Kosova filloi me ato aksionet e njanshme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e patën më hapësirën që të veprojnë politikisht. Duke uruar që ky proces të zgjidhte krizën, zoti Arifion, të falenderoj shumë për bisedën edhe për këtë analizë, për këto çështje që trajtuam. Ishte kënaqësi, ju falenderit, ju uroj ditë të mbarë.